Jam I tronditur, me Lavitolën jemi miq, nuk mund ta besoj. Kështu e komentoi Sigfrido Ranucci zhvillimin e papritur të hetimeve për atentatin ndaj tij. Sipas hetimeve, pista nuk të çon as te Camorra dhe as te grupet shqiptare. Pista që konsiderohet më e besueshmja për identifikimin e porositësit është njëkohësisht edhe më e papritura. Ajo të çonte Walter Lavitola, I dënuar më parë për zhvatje ndaj Silvio Berlusconit në vitin 2014, I cili sot është rikthyer në jetën publike si pronar I një restoranti peshku pranë Trasteveres. Sipas akuzës, ai kishte ngarkuar kamarierit të tij rolin e ndërmjetësit me autorët material të atentatit dhe pas sulmit e kishte dërguar në Kamerun, raportojnë mediat italiane. Në procedimin e nxjerrë nga drejtoria e prokurorisë antimafia të Romës në kuadër të hetimeve për atentatin ndaj Ranucit dhe të zbatuar nga karabinierët e njësisë hetimore të Romës përveç Walter Lavitolës janë në hetime edhe Pellegrino Davino, Antonio Passariello, Saverio Mutone, Luca Amato, Marica De Philips dhe Clesio Tavares Gomez, kamarieri pikërisht. Prokuroria u atribuon atyre, sipas roleve përkatëse, veprat penale të bashkëpunimit në tentativën për masakër, posedimit, mbajtjes dhe përdorimit paligjshëm të lëndëve shpërthyese, dëmtimit të rënd dhe kërcënimit të rënd të gjitha me rënduesen e metodës mafioze. Sipas hipotezës së akuzës, Lavitola ka pasur rolin e porositësit të atentatit, ndërsa Gomez ka shërbyer si ndërmjetës mes porositësit të dyshuar dhe autorëve material të sulmit. Ish drejtori I gazetës Avanti është kontrolluar nga karabinierët e njësisë hetimore, koordinuar fillimisht nga prokurori Carlo Villani dhe më pas nga kolegu Eduardo De Santis, I cili ka marrë në dorë vazhdimin e hetimeve. Sipas rindërtimit paraprake, endet pa plotë dhe automjeti I tij ishte mes atyre që u pan gjatë vëzhgimit të kryer nga atentatorët prambanesës së gazetarit. Bashkë me të është nën hetim edhe një person tjetër I cili dyshohet se ka shërbyer si lidhje me ekzekutorët. Sipas hetimeve, ai ishte ngarkuar pikërisht nga Lavitola, I cili do të merret në pyetje nesër. Motive personale apo profesionale? Përpara prokurorëve, Lavitola do të duhet të sqarojë marrëdhëniet e tij me autorët e dyshuar të shpërthimit, Antonio Passariello, Saverio Mutone, Pellegrino Davino dhe Marica De Filippi, të arrestuar javën e kaluar. Ranucci e njeh mirë Lavitolën dhe është shumë e mundshme që emisioni investigativ Report I transmetuar nga Rai 3 jetë marrë më parë me aktivitetet e tij, jo vetëm kaq. Ranucci është në dieni edhe të aktivitetit të Lavitolës si restaurator dhe her pas here viziton restorantin e tij. Në këtë pikë lind vetëm një pyetje, çfarë shtyu atë të kontaktonte 4 persona duke I bindur të vendosnin eksploziv përpara shtëpisë së drejtuesit të emisionit. A ishte motivi personal apo profesional? Këto janë përgjigje që ende mungojnë, ndërkohë hetimi I prokurorisë së Romës, I drejtuar nga Francesco Lovoi, ka rindërtuar rolet dhe veprimet e 4 të arrestuarve. Sipas gjyqtares së hetimeve paraprake, Passariello kishte siguruar automjetin, ndërsa të tjerët kishin kryer një vëzhgim një javë para atentatit duke vendosur mjetin shpërthyes përpara banesës së Ranucit. 4 të arrestuarve u kontestuar gjithashtu rënduesja e metodës mafioze, një rrethan që avokatët e tyre e kanë kundërshtuar që në fillim duke pretenduar se mafia këtu nuk ka lidhje. Ata kanë ngritur edhe hipotezën se të arrestuarit nuk e njihnin fare drejtuesin e emisionit investigativ. Sot ish gazetari dhe botuesi jeton nga aktiviteti I restorantit të tij. Megjithatë nuk kanë kaluar shumë vite që kur ai shoqëronte kryeministrin e atëhershëm Silvio Berlusconi në misione zyrtare me krerë shtetesh dhe përfaqësues të diplomacisë ndërkombëtare. Pista e Camorras është përjashtuar. Tani çështja ka marrë një kthes të re, ndërsa Ranucci rezulton viktimë e një paralajmërimi në stil mafioz. Ditët e fundit, drejtuesi I Reportit ishte thirrur në prokurori, ku magjistratët I kishin sugjeruar të rikujtonte me kujdes dhe të rishikonte temat e emisionit në dritën e zhvillimeve të reja hetimore që quan në arrestimin e Passariellos. Ky reflektim mund të kishte ndihmuar për të kuptuar më mirë përgjegjësitë dhe motivin e sulmit me eksploziv. Megjithatë, askush nuk e kishte menduar se emri I Lavitolës do dilte sërish nga e kaluara e vet gazetarit. Ndërkohë ishte përjashtuar pista që e lidhte atentatin me Camorran, si për shkak të profilit kriminal të autorëve të dyshuar, të gjithë me precedent për trafik droge, ashtu edhe për shkak të një emaili anonim të konsideruar të besueshëm që prokurori Villani kishte marrë në prill me titullin domethënës dhurat pashkësh. Në të thuaj, po ta tregoj se kush është ai budallai që bëri atë rrëmuj jashtë shtëpisë Ranucit, po ta shes sepse ai ka punuar për klanin Mokja të Afragolës, pa I njohur shokët. Neve Ranucci nuk na ka bërë asgjë. Ky mesazh synonte të përjashtonte çdo lidhje mes bombës dhe klanit mafioz dhe duket se kjo hipotezë po gjen tani konfirmim. Nëse do të provohet përfshirja e Walter Lavitolës, si u ngritën dyshime mbi Artur Shehun. Disa muaj më parë u ngritën dyshime se atentati ndaj gazetarit italian ishte kryer nga grupet shqiptare. La Repubblica shkruante se emri mbi të cilin po hetohet është Artur Shehu, 58 vjeç, sipërmarrës me origjinë nga Shqipëria, I konsideruar nga disa hetime si një figurë me peshë krimit të organizuar shqiptar. Aktualisht ai jeton në SBA në Florida, ku bën një jetë rezervuar në Miami, ku është vendosur prej disa vitesh. Sipas burimeve hetimore, edhe drejtoria antimafia italiane ka marrë informacion nga Vlora në jug të Shqipërisë për mundësinë e përfshirjes së Shehut në shpërthimin e ndodhur më 16 tetor në banesën e drejtuesit të emisionit Report. Bëhet fjalë për momentin për një hipotezë që kërkon ende verifikime dhe prova përfundimtare, por që po ndiqet me kujdes nga magjistratët e drejtorisë rajonale antimafia të Romës,
Prokurori Ilaria Kalo dhe zëvendësi i saj Carlo Villani në bashkëpunim me karabinierët e njësisë hetimore të Frascatit dhe ata të Via Inselçit të angazhuar prej ditësh për të rindërtuar çdo detaj të atentatit. Motivi i mundshëm mendohet të lidhet me një emision të Report të datës 21 prill 2024 me titullin Hotspot Albanese, kushtuar projektit të qendrave për migrantë që Italia ka ndërtuar në Shqipëri në Shëngjin dhe Gjadër në kuadër të marrëveshjes mes qeverive të Romës dhe Tiranës. Në programin e Rai 3, 58 vjeçari shqiptar përshkruhet si një trafikant i rëndësishëm droge, i cituar më parë në hetime ndërkombëtare për lidhje të mundshme me Cosa Nostra dhe Sacra Corona Unita. Emri i shehut nuk ishte i panjohur as për shtypin ndërkombëtar. Në mars 2021, gazeta amerikane Miami Herald i kishte kushtuar atij një hetim të thelluar me titullin Nga një vil në Miami Beach, një burr me lidhje të dyshuara me mafia ndërton një perandori tregtare në Shqipëri. Artikulli përshkruan me detaje jetën e tij në Shubat, duke treguar për një vil në Alton Road, pak hapa larg xhirit të Biscayne, e rrethuar me palma mbretërore, me një kopësht të rregullt dhe 2 makina luksoze të parkuara në hyrje, thuaj në artikujt e mediave italiane pak kohë më parë, kur dyshimet kishin rrjedh tjetër në raport me atentatin ndaj Ranucit.